Sipas Humanitarian Research Lab të Universitetit Yale, operacionet për zhdukjen e trupave janë duke u zhvilluar në El Fasher nën kontrollin e RSF-s, teksa dëshmitë e masakrave vazhdojnë të shtohen. Paramilitarët që po vrasin njerëz më shpejt se sa mund t'i varrosin, janë detyruar të përdorin varre masive. Të mbijetuarit arritën të dilnin përtej portave, fillimisht në Gurney, jashtë portës perëndimore, e caktuar nga RSF si pikë grumbullimi për civilët që iknin. Më pas, ata ecnin në përshtigje dhe ferra drejt sigurisë relative të qytetit Tawila në perëndim të El Fasherit. Por rrugtimi i tyre ishte i mbushur me tmerr. Qindra fëmijë humbën prindërit ose u ndan nga familjet dhe mbërritën në Tawila në gjendje të mjerueshme, pasi kishin ecur rreth 70 kilometra. Mohammed Hassan nga El Fasheri tregoi për Middle East Eye se kishte parë 10 trupa nëpër rrugë. Ai tha se kishte parë njerëz që iknin në çdo drejtim dhe luftëtar të RSF-s që i mblidhnin dhe i pushkatonin. Jetoj jo larg Universitetit të El Fasherit. Kam parë RSF-n që mblidhte 10 njerëz brenda universitetit dhe i vriste pa mëshirë. Mund të numëroj më shumë se 40 persona të vrarë aty brenda, tha ai. Në lagjen Daraja Ula, ku shumica e civilëve ishin fshehur ditët e fundit para se qyteti të binte, RSF hyri në shtëpi më shtëpi dhe qelloi mbi të gjithë.